Lideri demokrat Sali Berisha i pyetur nga gazetarët lidhur me emërimin e kreut të ri të Policisë së Shtetit, u shpreh se Skënder Hitaj është një emër problematik. Kreu i Partisë Demokratike theksoi se Hitaj është një njeri i Belinda Ballukut. Berisha theksoi se shumë shpejt, me të gjithë arkivën e qytetarit digjital, ai do të paraqitet përpara gazetarëve për të nxjerrë fakte që tregojnë se drejtori i ri i Policisë së Shtetit është problematik. Ky është Skënder Balluku, që sot e tutje do ta quani drejtori Balluku, tha lideri demokrat. Skënder Hita. Emër problematik dhe shumë shpejt me të gjithë arkivën e qytetarit digjital do të paraqitem para jush. Ku punonte për herën e fundit ky? Në Fier. Skënder Balluku. Skënder Balluku. U emërua Skënder Balluku. Ky është një pion i lubis, si Karakaçi, stër Karakaçi, lubizimi nuk është asgjë tjetër vetëm lubizimi i organizatë kriminale. Dije ky. Është thënë një muaj para që Lubia ka përcaktuar drejtor policie, drejtorin e Fierit. Pra, sidoqoftë, shumë shpejt do të paraqesim të gjithë materialet për te. Ky është Skënder Balluku, që sot e tutje do ta quajë drejtori Balluku. Se në fakt Rama është një skllav i mirë i lubis. Për këtë Lubia do hyjë në histori. Mbajeni mend këtu. Do hyjë në histori, lexoni ju. Gratë ndonjëherë kanë bërë gjërat më të jashtëzakonshme. Koha provon që Rama është një skllav i saj. Në kuptimin e vjedhjeve, që t'jemi hapur me ju. Po, ka 25 vjetë bashkëveprim, bashkëpunim të ngushtë, dhe ajo shumë e kujdesme për të regjistruar çdo gjë.